Përshëndetje. Bravo! Pas ka shumë më tepër se sa prisnim, shumë njerëz, shumë fytyra të bukura, të qeshura, entuziaste, me shumë të drejtë, sepse jemi në një prag të 11 majit, datës të madhe për Shqipërinë. 11 maj nuk është thjesht një datë e zgjedhjeve të zakonshme. Janë zgjedhje të zakonshme të radhës, por janë të jashtëzakonshme për nga rëndësia që kanë në historinë e Shqipërisë. Dhe sot është një ditë kujtese. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve. Është dita për të kujtuar kontributin e tyre, të luftës shërimtare. Është një nga ngjarjet e historisë që ne na ka dhënë të drejtën morale ta pretendojmë këtë pasaportë. Pasaportën europiane, sepse me gjakun e dëshmorëve, në luftën shërimtare, me sakrificat e këtij populli, ne u rreshtuam në krahun e duhur të historisë dhe merituam të jemi pjesë politike e Europës. Sot është një ditë kujtese dhe kjo më kujton t'ju them se i vetmi aleat ose e vetma shpresë që kundërshtarët tanë kanë është amnezia kolektive, si quhet, apo haresa. Sepse mendojnë që shqiptarët harrojnë. Shqiptarët duket sikur harrojnë sepse janë një popull me shumë etje për zhvillim, edhe nuk duan ta kthejnë kokën pas. Por përsëri edhe këtu, përsëri ata na vinë në ndihmë. Na vinë në ndihmë sepse nuk durojnë dot pa ja u kujtuar shqiptarëve se cilët janë. Kështu bën në Korçë, për shembull, atë mitingun e famshëm të turpshëm të tyre në Pallatin e Sportit, ku përdorën fjalorin më të ulët, mbollën urrejtje edhe një gjuhë që meritonte pullën e kuqe. Kështu bën edhe para pak ditësh në qendrën e Devollit. Ndaj ne zgjodhëm Devollin sot me kryeministrin, qytetin e Bilishtit, që të prezantonin pikërisht atë që ka ndodhur në këto mandate të Partisë Socialiste. Për t'ju thënë që ne nuk i harrojmë, nuk duhet i harrojmë, nuk do t'i harrojmë. Çfarë kanë bërë ata, çfarë kemi bërë ne? Sepse në historinë 35 vjeçare të Shqipërisë, ata kanë shkatruar, ne kemi ndërtuar, pastaj kanë ardhur ata përsëri kanë shkatruar, pastaj përsëri erdhëm ne në detyrë në 2013 dhe ndërtuam Shqipërinë e re. Shqipëria e re që sot ndodhet në pragun të dera e Bashkimit Evropian. Kam qenë këtu me kryeministrin, me deputetët tanë në fushatën e kaluar, këtu te Odeoni, edhe kemi thënë që ky do të jetë mandati i Hipokratecit. Tani mund ta themi që mandati që vjen do të jetë mandati i Hipokratecit evropian, sepse ky është mandati i Shqipërisë europiane. Janë bërë punë të mrekullueshme këtu në Hipokratec. Shumë pak fshatra kanë ngelur dhe i gjithë Hipokrateci do të zgjidhë njëherë mirë të gjitha problemet e shërbimeve publike, të furnizimit me ujë dhe të gjithë shka tjetër që duhet për një jetë cilësore. Po vim nga shënditoria e Tushemishtit, një nga segmentet më të bukura në Shqipëri, parku i Drilonit, një nga parqet më të bukur në Shqipëri. Për pak muaj, këtu do të filloj Lungo Gjoli, siç e quajmë. Pra, kur themi Shqipëria europiane, Hipokrateci europian, ne nuk nënkuptojmë transportimin e Shqipërisë për në Europë, por nënkuptojmë sjelljen e Europës këtu, ndërtimin e standardit europian këtu në Hipokratec, këtu në Shqipëri. Kemi 2 djemë të mrekullueshëm që punojnë për Partinë Socialiste dhe janë në listën tonë përfaqësuese. Dhe i ftoj këtu Bledi Çomo dhe Alfons Soldashi. Do t'ju jap fjalën për përshëndetjen e tyre. Bledi e ka herën e dytë që kandidon, herën e parë i propozuar nga strukturat e Partisë Socialiste, ka bërë një performancë të shkëlqyer, ka marrë një numër të madh votash, pavarësisht se nuk erdhi në parlament, por tregoi mbështetjen e madhe që qytetarët, jo vetëm Partia Socialiste, po qytetarët e Hipokratecit kanë për Bledin. Alfonsi është një djalë i ri me ambicie që ju bashkua skuadrës tonë përmes platformës Deputeti që duam, pra në procesin e hapjes partisë, dhe jam i sigurt që po bën një punë shumë të mirë kudo këtu në Hipokratec dhe do të tregoj veten e vet në 11 maj si një kontributor në maksimizimin e votës për Partinë Socialiste. Mbështesni Partinë Socialiste, votoni numrin 5, Partia Socialiste, mbështesni kandidatët tanë. Përshëndetje Hipokrateci.
Me këtë numër kaq të madh simpatizantësh dhe bashkëqytetarësh që na janë bashkuar, me këtë numër kaq të madh mbështetësish, fitoria është e padiskutuar. Pogradeci I është bashkangjitur trenit të Partisë Socialiste tashmë prej disa vitesh. Ne votojmë Partinë Socialiste dhe numrin 5, votojmë kryeministrin Edi Rama, si timonierin e partisë tonë. Ne votojmë dhe jemi pjesëtar të lokomotivës europiane. Në datën 11 maj, Pogradeci ndahet nga e shkuara. Fitoria do të jetë shumë e madhe dhe garantojmë kryeministrin këtu që do të arrijmë rezultatin më të mirë të arritur ndonjëherë. Pse arrihet kjo? Duke ardhur rrugës për këtu, kam parë që ne jemi të gjithë bashkë. Këtu ishte kryetari I parë I Partisë Socialiste I nderuar Tajar Koleci dhe të gjithë kryetarët e tjerë të Partisë Socialiste ndër vite. Të gjithë ne përbëjmë unitetin, përbëjmë vazhdueshmërinë dhe do të jemi të tillë edhe në 11 maj. Me gjithse në listë të hapur, me mbështetjen tuaj kjo është punë e mbyllur. Fitore! Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje banorët e Pogradecit, të Buçimasit, Udënishtit, Çoravës, Velçanit, Proptishtit, Trebinja, Dardhasi. Përshëndetje të gjithëve, ju ftoj në datën 11 maj të votojmë Partinë Socialiste numrin 5, që të arrijmë atë ëndrrën europiane, që ne të rinj të vazhdojmë të ecim sa më shumë drejt Europës, sepse Shqipëria I përket Europës. Faleminderit të gjithë në 11 maj numrin 5. Unë, Ilir Xhakolli, Bledi, Alfonsi, Partia Socialiste, të gjithë ne punojmë për të ndërtuar Shqipërinë Europiane kudo, në çdo fshat, në çdo qytet. Por ne jetësojmë një vizion. Jetësojmë vizionin e timonierit ton, tha Bledi. Edi Rama, kryetari I Partisë Socialiste, kryeministri, vizionari I Shqipërisë Europiane. Shumë faleminderit gjithave që jeni mbledhur këtu sot në këtë Odeon, siç e quan kryetari I bashkisë tuaj, që është vërtet një pikë takimi tani më tradicional për ne, kur përmbyllim një fushat dhe vazhdojmë në ditët e fundit, përgatitjet e fundit për fitoren e radhës. Dua ta rimarr aty ku e preku Niko në momentin kur tha që 4 vjet më parë këtu eksaktësisht në këtë Odeon kemi thënë që ky mandati ynë I tretë do të ishte mandati I Pogradecit. S'kishte si të ndodhte ndryshe se Kraba kishte tërhequr shumë nga Korça. Dhe në të vërtet ky ishte mandati I Pogradecit. Tani më transformimi I Pogradecit është në sytë të gjithëve. Mbështetja jon ka qenë e pakursyer, por dua ta them me plot gojen që gjithë ky transformim nuk do të ishte I mundur pa Ilir Xhakollin. Iliri ka qëndruar mbi kokë të çdo pune, është marrë me çdo detaj, ka pasur durim të madh derisa arriti ta tërheqi Krabën nga Pogradeci, por e vërteta është që në të gjitha drejtimet Pogradeci mund të konsiderohet sot një nga pasqyrat më kuptimplota të rilindjes që ne kemi çuar në gjithë Shqipërinë. Nuk ka se si të mos më kujtohet kur kemi nisur
këtë rrugtim së bashku me rrugën për të ardhën Pogadec, që nuk ishte rrugë hyrje në një qytet turistik, po ishte një koridor mes godinash paleje, të cilat krijonin një mur të shëmtuar që nuk të lejonte të shikoje bukurinë e liçenit. Besoj u kujtohet se çfarë betejë kemi bërë me Kënetën, se na i nxori të tëra speciet aty te rruga, nuk donin që ne të shëmnim të vjetrën për t'i hapur rrugë të res, por pavarësisht këtyre vështirësive, rruga e Hyrëse e Pogadecit është një nga rrugët më të bukura panoramike të Shqipërisë sot. Dhe besoj e keni parë zë vend hera herës edhe në të gjitha reportazhet që bëhen për Shqipërinë turistike jashtë Shqipërisë. Dhe nga ajo hyrje filloi e gjithë një punë që, siç thash, mund ta prekësh në çdo pjesë të trupit Pogadecit, por edhe në të gjitha drejtimet e jetës së komunitetit. Dhe për shembull është përsëri këtu rasti se më duhet ta prek për gjithë ata që e shikojnë Shqipërinë me syt e historive që tregojnë vetë, dhe që thonë nuk ka ujë, nuk ka bukë, nuk ka drita, sot kanë mbetur vetëm një grusht i vogël fshatrash, ndërkohë që pjesa dërmuese jo vetëm e qytetit, po e të gjitha fshatrave furnizohet me ujë të pishëm dhe projekti aq shumë i munguar dhe aq shumë i pritur për ujin e pishëm tani më është realitet. Duhet ta bëjmë të respekt, më falni. Megjithatë, në këtë rrugtim drejt 11 majit, ne nuk kemi vetëm çfarë duhet adresojmë për komunitetet dhe çfarë duhet bëjmë në të gjitha drejtimet për 4 vitet e ardhshme këtu brenda vendit tonë, por kemi edhe diçka tjetër që është mbi të gjitha këto.
Dhe kjo diçka e tjetër mbi të gjitha këto është edhe arsyeja e fortë pse unë dua të përqendrohem pikërisht këtu. Tek natyra historike e zgjedhjeve të 11 majit. Nuk ndodh shpesh, mund të ndodhi që të votosh edhe të shkosh në zgjedhje gjithë jetën dhe nuk ke asnjë rast kur zgjedhjet politike për të zgjedhur midis partive për mandatin e ardhshëm të parlamentit të vendit tënd lidhen drejt për drejt me historinë e vendit tënd. Në Shqipëri ka pasur një moment tillë, ka qenë marsi i vitit 1992, kur masivisht shqiptarët dolën në zgjedhje dhe votuan Partinë Demokratike, pavarësisht se shumica e atyre që votuan Partinë Demokratike në 92-shit nuk ishin me Partinë Demokratike, dhe këtë e treguan menjëherë zgjedhjet që erdhën më pas 6 muaj zgjedhjet vendore, kur shumica votoi kundër Partisë Demokratike. Por ama në mars shqiptarët nuk pan ngjyrën e partisë, nuk pan as bufin që në atë kohë ishte i sapo dal nga preri i Partisë Punës, nuk pan asgjë nga këto dhe i ka përcyen të gjitha këto sepse ishte momenti i dur, ishte vendi i dur për të bërë një zgjedhje historike, për të ndarë jo vetëm me zakon, gjë që ndodhi me përmbysjen e diktaturës, por për të ndarë edhe me ligj, kur i thon, një herë mirë të shkuarën nga e ardhmja. Dhe aty në atë moment shqiptarët shkuan, i dhanë votën një partie që jo të gjithë e simpatizonin në vetvete, por për t'i hapur rrugë një histori e re e cila lidhej drejt për drejt me Europën. Dhe në atë moment u përcaktua një herë për gjithmonë rrugtimi i ri i Shqipërisë. Ndërkohë që në 11 maj është një moment i ngjashëm. Është një moment shumë i ngjashëm, sepse në 11 maj ne mund të përcaktojmë fuqinë me të cilën do të përballemi dhe me të cilën do t'i dalim me sukses përballjes në tryezën e negociatave me Bashkimin Evropian për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe përsëri nuk ka fort rëndësi, sipas meje, nëse ata që nuk janë drejt për drejt mbështetës Partisë Socialiste, por që janë me siguri të interesuar që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, a e pëlqejnë apo se pëlqejnë Partinë Socialiste, a pëlqejnë apo s'pëlqejnë Edi Ramën apo Niko Peleshin apo këto qoftë, por ka rëndësi se çfarë ata nuk duhet bëjnë. Nuk duhet që një vot e cila përputh zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë me një zgjedhje të qartë midis Shqipërisë me BE-n në Europë dhe Shqipërisë me një politikan të lashtë dhe dëshpëruar prap në grop, të bëjnë jo atë që forca e zakonit do t'i shtynte të bënin drejt kënetës, por t'i bashkohen pesës. T'i bashkohen pesës për t'i dhënë një fuqi Shqipërisë në çfarë kuptimi? Në kuptimin që ne në negociatat me Bashkimin Evropian kemi një afat. Një afat 3 vjeçar që nuk e ka pasur asnjë vend ish komunist që ka hyrë apo që kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, të gjithë të tjerët kanë marrë shumë më tepër kohë.
Për arsye se në gjithë këto vite ne kemi bërë një përpjekje të madhe dhe të suksesshme për të rivendosur apo vendosur identitetin tonë europian bashkë me respektin ndaj nesh si një kusht në marrëdhëniet tona ndërkombëtare dhe ja kemi dalë që nga një vend dhe nga një emër shqiptarët që ata nuk e merrnin seriozisht, nuk e respektonin, nuk e vlerësonin e shikonin me dyshim, të kemi sot një marrëdhënie ku ata ne na respektojnë, na vlerësojnë dhe na besojnë. Dhe në këto kushte na kanë dhënë një afat 2027 për të mbyllur negociatat. Por duhet ta dim të gjithë që hapja e derës negociatave, siç besoj të gjithë e mbajnë mend na ka marrë shumë kohë, sepse ajo është një shtëpi e pasurish. Bashkimi Evropian është një shtëpi e pasurish. Shtëpitë e pasurve nuk e mbajnë derën hapur. Ju e dini shumë mirë. Shtëpitë e varfërve janë me derën hapur. Te shtëpitë e pasurve ti mund të trokasësh sa të duash, dera hapet kur duan ata ta hapin dhe kur ata kanë një interes të tyrin që ta hapin. Dhe janë 27 aty brenda në atë shtëpi që duhet të jenë dakord që të gjithë që të hapet dera. Ti trokit sa të duash. Por ama ajo që ne kemi bërë duke ditur këtë, ka qenë që ne të përgatitemi të shtrëngojmë dhëmbët kur ata na refuzonin, refuzonin se dilte njëri aty brenda thoshte jo po prit se s'janë gati, dilte tjetri jo po prit se s'kan bërë këtë, dhe të ishim gati në momentin kur dëshira jon e përhershme dhe vendosmëria jon e palëkundur për të hapur atë derë të përputheshin edhe me interesin e tyre për të hapur atë derë. Këto janë përputhur, tani dera është hapur, ne jemi ulur në tryezë dhe duhet të bëjmë marrëveshjen e Krushis për të hyrë në atë shtëpi. Është mbi 250.000 faqe. Ka që të gjitha. Që nga ekonomia, tek drejtësia, tek lirit të drejtat, administrata, shëndetësia, mjedisi, deri tek zogjt, tek peshqit, tek bindjet, tek gaforret, të gjitha. Sepse duhet bijem dakord me ta për kriteret, standardet, rregullat, masat, ligjet që janë baza e funksionimit të asaj shtëpie. Ata të gjithë funksionojnë me atë bazë. Dhe ne duhet bijem dakord që do funksionojmë me atë bazë. Ne kemi kërkuar këtë gjë në radhë parë jo për ata, por për veten tonë, se ne duam ta bëjmë Shqipërinë, Europën e Ballkanit këtu dhe të jemi pjesë e asaj shtëpie atje. Dhe mbasi bijem dakord me ata në Bruksel, duhet kthehemi këtu vazhdimisht për të bërë gjërat për të cilat bijem dakord, për t'i bërë ato vendime, për t'i marrë ato masa, për t'i vendosur ato rregulla, për t'i bërë ato ligje. Tani e parafityroni ju që ne këtë kohë kaq të shkurtër që na është dhënë dhe kaq intensive të mos mundim ta shfrytëzojmë për të përmbushur të gjithë negociatën, sepse mund na duhet kthehemi këtu dhe të rrim të presim që t'i mbushet mendja Kënetës që të bashkohet me ne për të bërë një ligj caktuar. Si do t'i themi në atyre në Bruksel që ne ram dakord, por do prisni pak se atje kemi një Kënet që duhet merremi vesh me të. Ne mund t'ja themi këto, por problemi është që siç e ka treguar historia e zgjerimit të Bashkimit Evropian, dera mbyllet. Dera mbyllet. Dhe ne mund ta humbim këtë moment historik, mund ta humbim këtë mundësi që fati desh që të na vinte ne në dorë në formën e një flete votimi, në një ditë votimi, për të thënë një zëri për te
kufive të partive, përtej ngjyrave të partive, se ne, populli shqiptar, duam të hymë tani në Bashkimin Evropian. Dhe për ta kuptuar këtë që po them, duhet i referohemi së paku historisë së antarësimeve në rajonin tonë. Nuk ka ndodhur asnjë antarësim në rajonin tonë, dhe në ndërkohë atyre që ju thonë që po ç'është kjo punë, Edi Rama mori 3 mandate, nuk na futi dot në BE, tani po vjen edhe po na thot më jepni mandatin e 4, se tani do t'ju fusë në BE. Duhet i thoni, dakord, Edi Rama nuk ishte i Zotit ta bënte këtë punë, se ishte i zënë me punë të tjera nga ato që thot Bufi. Po Malizi ka filluar negociatat për të antarësuar përpara se sa ne të vinim në qeveri. Ne ishim në opozit kur Malizi ka filluar të negociojë antarësimin. Pse nuk është antarësuar? Po Serbia që i ka filluar negociatat në 2014, ne nuk ishim bërë akoma kandidat. Ne në ato fillime na shikonin si delet zez, na shikonin si një bezdi që duhet kaluar, por nuk na merrnin seriozisht. Pse Serbia nuk është futur në Bashkimin Evropian? Po Maqedonia, që është këtu afër, që është bërë kandidate në 2005, këtu ka plot vajza dhe djem që nuk ishin lindur në 2005. Jo që nuk është futur në Bashkimin Evropian, po akoma si ka hapur negociata. Ndërsa ne i kemi hapur negociatat vjet dhe na është dhënë mundësia që për 3 vjet t'i mbyllim. Dhe kur e nisëm së bashku këtë rrugë, Malizi ishte shumë përpara nesh. Nuk duke i fare bashkë me Serbinë. Sot ne jemi në të njëjtën shkallë tek pragu i derës me Malezi dhe Serbia dhe të tjerët janë brapa nesh. Dhe ky është momenti për të bërë hapin vendimtar që në këto 2 vite ne t'i çojmë deri në fund negociata. Dhe të mos luaj me fatin ton, si që kemi luajtur ne shqiptarët në të shkuarën, jo në një rast, të mos vëm në pikpyetje vullnetin europian të këtij kombi dhe fatin europian të këtij populli për bustaqet e kujtim gjuzit, dhe të kapërcejmë ato gardhe, ato endeqe që na kanë ndarë, edhe let na ndajnë dhe më mbrapa, majtas, djathtas, e ku di unë se çfarë, por ama mbasi ta mbyllim këtë punë, sepse kjo nuk është një punë. Ky është një mision historik, ky është një mision kombëtar, ky është një mision që e ka zanafillën e vet tek ajo ditë kur Gjergj Kastrioti, duke ngritur barikadën për të zgjedhur të mbroj Perëndimin, bëri profecinë si profeti i historisë sonë kombëtare, duke e lënë për të gjithë brezat vendi ynë është në Perëndim, jo në lindje, është në Europë, jo në Azi. Ne jemi europian dhe vendi ynë është në Europë. Dhe pastaj kaluan shekuj deri kur i lindasit tanë e lanë me shkrim me bën amanet atë profeci. Për ne shqiptarët dielli lind andej nga Perëndon. Dhe më pas erdhën kohërat gatruara, por kjo flak e brendshme nuk u shua asnjëherë. Shqiptarët gjithmonë, edhe në ditët më të errta, ëndërronin Perëndimin, ëndërronin Europën. Dhe kur ra sistemi i diktaturës, dolën të gjithë rrugëve, askush nuk i nxori me urdhër, askush nuk i mblodhi me organizim, askush nuk i udhëhoqi
kur ata së bashku e nxorën nga shpirti atë shprehjen që mbeti në histori, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe sot jemi këtu me flamurit tanë, me flamurin më të bukur në botë dhe me flamurin e ëndrës sonë shekullore. S'kemi këtu flamurit të Partisë Socialiste, edhe pse ne jemi shumë krenarë për flamurin e Partisë Socialiste. Por ama jemi këtu për t'i thënë dhe të tjerëve që ky është momenti ynë, i shqiptarëve. Ky është momenti për të afirmuar identitetin tonë europian dhe për të këmbgulur në dinjitetin tonë europian. Ky është momenti kur ne, që Zoti na ka vënë këtu, ndër popujt më të vjetër në mes të Europës, të vendosim me votën tonë që mos jemi më të huaj në zemër të Europës. Dhe kjo është shumë konkrete. Kjo është shumë konkrete. Ne jemi të huaj në Europë. Ne na trajtojnë si të huaj në Europë. Ju e dini shumë mirë. Ne kemi një pasaport për të udhëtuar, siç udhëtojnë dhe japonezët në Europë. Por nuk kemi një pasaport për të banuar si qytetar të barabartë të kësaj Europe, në derën e cilës tani jemi dhe dera e cilës është hapur para nesh. Dhe dua të përfitoj nga rasti dhe këtu, t'i them të gjitha atyre që janë në emigracion, sidomos në Greqi, ku ka pasur probleme në ditët e para me shpërndarjen e zarfave nga DHL-ja, që tani është momenti që ndërkohë që zarfat pothuajse janë shpërndarë në masën 90%, në këtë orë ata t'i hapin, t'i mbushin, të vënë shenjën tek pesa dhe t'i nisin. T'i nisin sepse për ta 11 maj është shumë konkret. Është shumë konkret. Ata akoma sot, një pjesë e madhe e tyre, jo të gjithë, nuk kanë akoma pasaportën. Nuk kanë akoma sigurinë e qëndrimit. Duhet rrinë për radha leja qëndrimit, do ripërtri lejen e qëndrimit. Ata akoma sot atje, mbas kaq shumë vite sakrifica, duhet kenë përsëri problemin që fëmijët e tyre kur i çojnë në shkolla janë të huaj. Dhe sot ka ardhur për ta dhe një moment shumë i trazuar, sepse ishin të rinj, prindër të rinj, kur morën malet vetëm me rrobat e trupit dhe me fëmijët në krah, edhe u nisën drejt të panjohurës absolute, duke pranuar sakrifica që vetëm ata mund t'i dinë deri në fund. Por që ne që i marrim me mend, e kemi shumë qartë që janë sakrifica të jashtëzakonshme. E lanë Greqinë me lot edhe me djers për të rritur fëmijët dhe për të bërë të mundur një jetë më të mirë për familjet e tyre, kontribuan për atë shtet dhe i dhanë ekonomisë greke atë që ekonomia greke nuk kishte se ku ta gjente nëse shqiptarët nuk do ishin një gjakiri në atë organizëm. Ishin shqiptarët që garantuan, e thonë dhe grekët, që grekët t'i ndërtonin në kohë të gjitha infrastrukturat e lojrave olimpike, dhe sot ata janë në pension ose në prag pensionit, shumica dhe do t'jenë gjithmonë më shumë në prag pensionit, sepse ajo gjenerat tani më po shkon drejt moshës tretë dhe jetojnë për ditë me ankthin, a do ketë për ta njohje të gjithë kësaj lodhje
në formën e një pensioni dinjitos, apo gjithë puna e bërë dhe gjithë kontributet e paguara atje do t'i marrë deti. Për të njohur pensionet e emigrantëve duhen marrëveshje me qeveritë. Ne kemi bërë 22 marrëveshje në këto 3 mandatet tona dhe arritëm ta mbyllim më në fund dhe marrëveshjen e parafundit për nga vështirësia atë me Italinë, ku në janar të vitit ardhshëm për të gjithë ata shqiptarë që kanë emigruar, punuar, kontribuar në Itali dhe që janë në moshën e pensionit, do fillojnë pensionet e njohura sipas viteve të punës që kanë kryer atje. Ndërsa marrëveshja e fundit, po më e vështira, është ajo me Greqinë. Pse? Të dyja ishin më të vështirat për nga masa e njerëzve, se janë masa të nda, që do të thotë dhe bara financiare nuk është e vogël, por nga ana tjetër Italia sidoqoftë nuk është Greqia. Greqia nuk është aq e fortë sa Italia. Dhe ne kemi filluar negociatat me qeverinë greke, ata janë shumë pozitiv, por unë nuk di ta them sa mund të zgjasin ato negociata. Nuk di ta them sa vite mund të duhen për atë marrëveshje. Dhe në ndërkohë, për shqiptarët atje, është shfaqur një mundësi e re. 11 maj. Pse? Sepse nëse ne mbyllim negociatat dhe hym në Bashkimin Evropian, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, do të marrin këtë pasaport. Dhe kjo pasaport nuk është një dokument tjetër udhëtimi si pasaporta që ne kemi sot. Kjo pasaport nuk është pasaporta e qytetarit shqiptar që lëviz pa vizë. Kjo pasaport është pasaporta e qytetarit evropian që banon në Bashkimin Evropian. Banon në Bashkimin Evropian, punon në Bashkimin Evropian, del në pension në Bashkimin Evropian, kurohet kur ka nevojë për kujdes shëndetësor në Bashkimin Evropian, studion në Bashkimin Evropian, dhe të gjitha këto i bën njësoj si tjerët. Me këtë pasaport nuk ka më nevojë për pasaport greke, italiane, spanjolle, franceze. Nuk ka. Me këtë pasaport ti mund të jetosh në të gjitha këto vende dhe ke absolutisht të njëjtat të drejta si të gjithë ata që kanë lindur dhe janë jo vetëm në shtetësinë, jo vetëm me shtetësinë, por edhe me kombësinë atyre vende. Me këtë pasaport studentët shqiptar nuk janë më të huaj në qytetet e Europës dhe nuk paguajnë më 10 herë më shumë se sa ata. Po janë pjesë e të njëjtit komunitet. Nuk bëj asnjë egzagerim. Nëse e kthejmë në pasqyrën e Shqipërisë, atëherë nëse Pogradeci është Shqipëria, Korça është Greqia, që do të thot me të njëjtën lehtësi që shkojmë nga Pogradeci në Korçë, do shkojmë edhe nga Shqipëria në Greqi dhe Anasjetas. Me të njëjtën lehtësi që nisemi për në Korçë dhe qëndrojmë atje dhe nuk na thot njëri ku po shkon, sa do rrish, kush s'ka ftuar, ke lek me vete, apo duam të punojmë atje, apo duam të bëjmë një biznes atje, e bëjmë atje. Me po të lehtësi mund ta bëjmë të njëjtën gjë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Shqipëria do të mbetet 28.000 km2. Do të mbetet 28.000 km2 dhe do të jetë gjithmonë atdheu ynë. Siç është atdheu i kujdo prej tyre, vendi që është atdheu i tyre, por nga ana tjetër shqiptarët nuk do jenë më thjesht banorë të Shqipërisë. Do jenë banorë të Bashkimit Evropian. Ky është ndryshimi. Dhe në të gjithë perimetrin e madh të Bashkimit Evropian, kudo ku të shkojnë, do të jenë në shtëpinë e tyre. Me këtë pasaport,
shqiptarët mund të zgjidhen kryetar bashkish dhe komunash në çdo vend Bashkimit Evropian. Duhet marrin votat, kuptohet, po apo antarët këshillash bashkiak apo komunal, apo mund të zgjidhen europarlamentar nga Italia, nga Greqia, nga Spanja, nga cili do vend, qoftë si pjesë e partive të tyre, qoftë dhe qoftë janë të zot të bëjnë vota për të shkuar vetë atje. Vetëm një gjë nuk e bëjnë dot me këtë pasaport, që të bëhen deputet dhe ministra në vendet e tjera, se normal për të bërë deputet dhe ministra dhe për të përfaqësuar vendin tënd duhet të jesh nga vendi yt, patjetër. Po të gjitha të tjerat janë njësoj. Tani, a mund të lihet kjo mundësi në dilemën me Shqipërinë në BE-n 2030-ën, apo me bufin e kënetës dhe me kënetën edhe njëherë tjetër? Dhe kjo nuk ka për të ndodhur, natyrisht. Dhe ne nuk jemi këtu për të thënë që kemi një merak se nuk do marrim dot shumicën aritmetike që i duhet një partije për të qeverisur e vetme. Këtë ne nuk e kemi fare si merak. Por, tjetër është shumica aritmetike për të qeverisur të vetëm, dhe tjetër është një mesazh i fortë i përbashkët i të gjithë popullit për të negociuar si një trup i vetëm. Dhe u them demokratëve që duhet bëjnë të njëjtën gjë që bën socialistët apo gjithë jo demokratikasit në mars të 92-shin. Duhet shkojnë në kutinë e votimit dhe në rast se janë prindër dhe kanë fëmijët e tyre që nuk kanë drejt vote, duhet votojnë për fëmijët e tyre që t'u japin fëmijëve të tyre pasaportën evropiane. Dhe kur fëmijët ta kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë, t'ju thonë për këtë pasaport baba dhe nëna jote bëri një sakrificë shumë të madhe, votuan për një maskara si Edi Rama. Por ama pasaportën ta dham. Po them për demokratët, po? Tani doni ju që doni t'i them atyre që t'i thonë që Edi Rama ishte burrë mirë, nuk e thonë ata. Po le thonë çfarë duan për mua, puna është të votojnë për pesën. Edhe marrin pasaportën. Nëse nuk e ka përcejnë dot këtë fare, duhet bëjnë atë që bëra unë në mars të 92-shit. Nuk vajta fare të votoja. Se unë nuk votoja dot për bufin, me thënë drejtën, se ja kisha ndjerë erën që kur e kam parë në minutën e parë atje te qyteti studenti, por nuk vajta të votoj për askën tjetër, sepse kush nuk shkon të votoj i hap rrugën opsionit shumicës. Kështu është rregulli. Dhe patjetër që unë u bashkova me ata që i hapën rrugën Shqipërisë që dilte nga gjithë errësira e gjatë e komunizmit dhe hynte në një rrugë të re drejt Europës. Le ta bëjnë kështu, mos votojnë fare, po të shkojnë, të qohet burri i botës që në mëngjes të vishet si për dasëm, të shkojnë të mbaj radhë dhe të hidhet në kënet, nuk e di se si mund bëhet kjo. Është dhe ka dhe i gjë tjetër, edhe këtë është shumë seriozisht, këta duhet bëjnë edhe një sevap. Demokratët e zakonshëm flas, jo ata çurykët që e marrin bufin me tende, keni parë tani, se nuk e mban dot as diellin. E marrin me tende, lëvizin në për Shqipëri, ai futet te tenda lart, këta rrin të gjithë si ato specit e tjera të kënetës poshtë, se bufi kështu rri lart mbi kënet, ata rrin poshtë gjithë. Ata nuk kanë asnjë mëshirë për një person që është i lashtë, i dëshpëruar, i pa shpresë dhe që ka rrëshqitur.
Ka rëshqitur, nuk është më në metro. Ja u thash dhe dje në Lezhë, e shkruajt edhe sot, po jo them dhe ju, ka një fabul popullore shumë të bukur për këtë çështje. I mblodhi babai djemtë e tij, i tha të madhit, ti do kujdesesh për arën që të prodhoj. I tha të dy, ti do kujdesesh për prodhimin që të shitet. Të voglit i tha, ti do kujdesesh për babën, tha, që mos ta lësh të dali nga shtëpia kur të filloj me lajthit. I tha ai, po si do a kuptoj unë këtë, bab? Është kollaj fare, tha, kur babat ngatroi, tha, fjalët e konakut burrave me fjalët e konakut grave, tha, ti mos e lër më me dal nga shtëpia. Tani këti derziut e punziut nuk i doli njeri t'ja heqi të paktën këtë lloj degradimi në syt njerëzve. Nuk i doli njeri. Po dhe ky nuk është se dëgjon njeri, se ky është në një hall shumë të madh. A e keni parasysh kur thoshte që më vuri non gratën Edi Rama me Sorosin? Po tani, pse nuk e hoqi non gratën ky? Dhe tani për të hequr atë damkën në ball, nxori $6 milion. 77 vajtën 6 milion. Para e madhe. Nga i nxori? Ku i gjeti? Sa ka të tjera akoma? Këto janë probleme të mëdha që flasim për një njeri të pashpres, të dëshpëruar, që lufton si mbyturi, që kapet pas fjes barit, po nuk mundemi dot ne të lejojmë që ai të bëhet i mbyturi që mbyt. Dhe ndërkohë kjo vlen për demokratët. Duke votuar për pesën, bëjnë atë që duhet bënda djali i vogël i fabulës. E ndihmojnë atë të shkojnë në shtëpi, nuk futen në gjyna, ta mbajnë akoma rrugëve. Unë kështu mendoj, nuk e di si mendoni ju, po unë kështu mendoj. Dhe unë besoj shumë që, siç thotë Ilir Xhakolli, këtu në Pogadec, ne do marrim rezultatin më të mirë ndonjëherë, siç do ta marrim në gjithë Shqipërinë. Ne jemi përgatitur shumë për këtë rrugë, ne jemi përgatitur shumë për ditën kur do të na hapej dera, për ditën kur do uleshim në tryezë. Ne nuk ishim përgatitur, me thënë drejtën, për këtë surprizë që na e vëri Bashkimi Evropian përpara të gjithë negociatën për 3 vjet, nuk e ka pasur asnjë vend ish komunist. Është negociata më e shpejtë që është vlerësim për ne, dhe patjetër që ne jemi përgatitur shumë fort edhe për të marrë një fitore shëmbullore. Do të jetë pa diskutim një fitore që, siç është beteja ime bashkë me ju e 10-ta, do të mbaj notën 10. Deri në 11 maj, të gjithë ju që keni ardhur këtu dhe të gjithë ju që keni ardhur këtu, nuk diskutohet që jeni me mendje të ndarë, bëni çmos që të merrni të tjerë me vete, dhe sidomos fqinj demokrat, të njohur demokrat, fillojnë nga gratë e tyre, ju gratë dhe vajzat këtu, sepse në qoftë se arsyeja e burrave erësohet nga tifozllëku, arsyeja e grave nuk ka tifozllëk, po ka sensin e shtëpisë përbashkët. Ju falenderoj shumë për të gjitha, ju jam shumë mirënjohës për të gjitha, keni besim dhe për sa i përket Pogradecit duhet ta dini. Kemi bërë për Pogradecin në 4 vite atë që tham, më shumë se në gjitha vitet e tjera të marrës bashku, por në Shqipërinë 2030 Pogradeci do të jetë edhe më i bukur se ky është sot, edhe më i transformuar se ky është sot, edhe më i zhvilluar, edhe
me një ekonomi shumë më të mirë se kjo që ka sot. Shumë faleminderit.